Hasan Hasim ibn Ati ka qenë një dietar, kur I kanë thonë si e fal namazin, ka thonë qohem e fali namazin duke ju përgjigj urdhrit të Allahut. Tash jam punë, urdhër pi Allahut. Nuk lëvizi, sikur ai që është si thoni ju, rojtari apo që nuk lëviz për punës. Qohem dhe I përgjigji urdhrit të Allahut. Shkoj drejt në namaz me khushu, frikë respekt. Hy në namaz me niyetin më të mirë. Niyeti më I mirë që ekziston, unë që atë e përgatiti dhe prezantoj në namaz. Pastaj thot tekbirin e marr duke madhru Allahun më I madhi, këtë qerë që ka janë gruaja, evlade, pasuria, bin vegjel. Mos më afroni se Allah është më I madh se këtë. Më pastaj thot që ka përshkruajt. Pastaj lexoj Kur'an me tertilin, recitimin më të mirë, o tefekkur dhe meditoj rreth Allahut madhëruar. Rukuën e baj me porullsinë më të mirë, sejdën me modestinë më të mirë. Teshehud e përkry namazin, selamin e jap me sunetin më të mirë. Ja dorëzoj Allahut këtë namaz, këtë vepër, I them o Zot, me ikhlas, sinqeritetin më të madh. Në fund ka plon friga se ndoshta Zoti nuk më pranon. Deri sa të vdes e kam kësi namazi edhe përpiqna këtë namazin me këtë formë të baj edhe kujdesna mirë, mos u mik. Thot nëse është ky namaz, I ka thënë nxënësi, nëse është ky namaz si kështu, unë nuk di kam fal namazin time. Unë I bashkangjej tham, jo ti, asuri tha, unë tham për veten time, nuk di kam fal si namazin. E autori thot, ja Rab, o Zot, kësi namazin ma barrësk, sikur se ky. S'muj si Rasulullah, ama sikur se ky, o Zot, ma ban nasib, ma barrësk kësi namazi, ma dhura. E kështu me bo, o Zot, kësi namazi, nëse s'muj, në janë njaft, s'muj në janë njaft, në janë mujt, ta falja si namazi që kur të vinë dhe zoqët qëndrojnë. S'muj në janë mujt, në janë vjetë ta fali kësi namazi me kësi karakter. I qështu namaz, kjo ka shije, kjo ka pas lezet, edhe kjo njëllë. Me këta njerëz me pas me jetu, është kënaqësia më e madhe. Ka lezet muhabeti, shikimi, ndetja me net, muhabeti me ata, të pakët janë. Kësi namazi ka pas edhe, thuhet Enes ibn Maliku, që folëm drejt tash për këtë sabi. Zoti na boft këtill. Zoti na boft me ndjek rrugën e këtyve burrave të mëdhenj të cilët e kanë pas top numër 1 në listën e tyre, namazin në formën më të mirë, edhe nuk I ka pengu dhe nuk I ka shqetësu, as nga diçka nga joshja kësaj dunjas, apo ndonjë ofertë mu largu nga ibadeti më madhështor. Zoti ju nderoj, alhamdulillahi rabbil alamin.